Mirë se vini në ceremoninë zyrtare të përkujtimit të luftës së Reçit 1943. Fillojmë të ceremoni me vendosjen e kurorave pranë lapidarit nga autoritetet e pranishme dhe ndërimin e hymnit kombëtar. Rreshtohemi për ndërimin e hymnit kombëtar.
Të nderuar të pranishëm, sot jemi mbledhur në këtë vend të shenjtë për të nderuar me respekt dhe mirënjohje kujtimin e dëshmorëve dhe gjithë atyre që luftuan dhe sakrifikuan për lirinë e vendit. Në këtë përvjetor të luftës së Reçit, përkulemi me nderim përpara veprës dhe sakrificës së tyre. Reçi mbetet një simbol i qendresës, trimërisë dhe dashurisë për atë. Vendosja e kurorave pranë këtij lapidari nuk është vetëm një omazh për të kaluarën, por edhe një detyrim për brezat e sotëm dhe të ardhshëm që të ruajnë të gjallë kujtimin, historinë dhe vlerat për të cilat u sakrifikuan para arsit tanë. Lavdit përjetshme të dëshmorëve të Reçit, nderim dhe mirënjohje për gjithë ata që duke luftuar për lirinë dhe dinjitetin e Shqipërisë na sollën në këtë ditë. Vazhdojmë ceremoninë me fjalët përshëndetëses, së pari kryetari i Bashkisë zoti Tonin Marinaj. Nderuar pjesëmarrës, do të filloj me përshëndetjen e familjes dëshmorëve, veteranët që janë të organizuar tek organizata, tek lançi. Kjo festë është një festat e rëndësishme, jetë më rëndësishme dhe të të veriut. Ku gjithmonë ka pas një heroj të madhe, tu pas parasysh si kujtojmë një luftë, kujtojmë ato njerëz si dhe jetën për të lirësin dhe sot të mësojmë. Është e rëndësishme dhe më rëndësishme të gjithmonë të gjithë bashku, ka një gjurime, sidomos një festa, dhe është një fest që karakterizohet për sa i përket kushtuesve. Gjithmonë e ne ka një rëndësi shumë të madhe që të vlerësojmë heroin. Pavarësisht në cilën kohë, apo cilës kohë kanë përgjit. Nësia madhe ka pas shumë heroj, dhe ne me respekt do t'i kuptojmë, t'i vlerësojmë, edhe brendësave që vinë pas nesh t'ja u kujtojmë që për këtë vend kanë dhënë jetën shumë nënsorë në disa periudhë. Unë do t'ju falenderoj të gjithëve. Shpresoj që tek koncerti kalojmë bukur. Gjithmonë festa e gjanat mirat përbashkëta u takoshim. Gëzuar dhe lavdi dhe shmorë të bërë. Për të përshëndetur në emër të dy organizatave të Malësisë së Madhe, ftoj zotin Rasim Demaj, sekretari i organizatës së veteranëve, dhe pastaj zotin Hajro Qelaj, sekretari i organizatës familjeve dëshmorëve në Malësisë të Madhe. Lufta antifashiste nacional qendrore është një ndër periudhat më të rëndësishme të historisë së popullit dhe lufta e Reçit është simbol i saj. Në promlerën e 43-shit u kon 3 qeta partizane me efektiv 140. Nga kjo u formu me batalioni Pejlat Rexhepi. Forcat e shumta fashiste në numër dhe me një potencial të shumta armatimi në avion lujtës me një grup blinduar me grupin e 500 të artillerisë, në regimentin e rojës financiare, në batalionin 36 të KZ-s, po ashtu me grupe karabinierësh në korrik të 43-shit, shpallin Shqipërinë zonë operacionale. Dhe operacioni i parë do fillonte në Reç të Malësisë së Madhe. Për të kaluar nga Rjolli, në Grish, postrit deri në Urën e Shtrenjtë. Reçi ishte